Tash derisa kërkungimi jap fjalën Sarandës, Terezës, që dëshiron mi thonë dy fjalë. Ta përcjellojmë momentin. Do të kem emocione, shpresoj që do të mundem me lexu pa qajt, e mos më ju bë dhe juve me qajt. I nderuar Don Marian, të nderuar të pranishëm e dashur familja ime. Me përullësi dhe me një zemër plot mirënjohje qëndroj sot para jush për të dëshmuar rrugtimin tim shpirtëror dhe për të pranuar me gjithë qenjën time pagëzimin e shejt. Kam zgjedhur të bëj këtë hap të shejt pikërisht këtu në kishën e Shën Palit dhe Shën Pjetrit, dy pishtarë të mëdhenj të dritës hynore, që me besnikëri, sakrifisë dhe dashurit të pakufishme e përçuan mesazhin e Krishtit në mbar botën. Pranë misionit katolik shqiptar që mban emrin e shejtores son Shënon Tereza në qytetin e Araut. Dëshira ime është e thellë dhe e qëllimshme, sepse kam ardhur të dorëzohem plotësisht në dashurinë e Krishtit dhe në hirin e tij të pakurrëzuar. Zgjodha të pagëzohem sot në ditën e luleve, ditën kur Jezu Krishti u prit si mbret në Jeruzalem, me shpresë që edhe jeta ime, e ngarkuar me sfida dhe dhimbje, të shndrohet në një udhë të mbushur me lule dhe hirin hynor. Ashtu siç në një vegim të rrallë gjatë komës sime Nën Tereza më dha ujë me duart e saj të shejt, po ashtu shpresoj që dora e bekuar e Don Marianit që diku shërbeu në Letnis të më sjellë sot mbi kokë hirin e Zojës e bekuar. Unë jam një shpirt që kam ardhur nga rësira drejt dritës, nga dhimbja drejt dashurisë së Krishtit. Kam kaluar në përvujtje të mëdha si tetraplegjik e ndar nga çdo ndjenjë fizike, por gjatë atyre momente të errta Zoti më dha një dritë. Përmes një përjetimi të thellë shpirtëror në botën e përtejme, ku trupi më kishte vdekur, dëgjova kambanat e jetës. Ai më ktheu përsëri, por në një dimension të ri, në një jetë të rilindur në shpirt. Fuqia e besimit më bajti gjallë. Unë isha si qengji i humbur në mal, por gjeta bariun e mirë që më mori për dore. Sot kur i kthehem në këto kujtime, emocionet më pushtojnë dhe lotët më rrjedhin vetvetiu. Sot nuk e kam vetëm trupin tim, kam flatrat shpirtërore për të përqafuar Zotin. Dikur e ndjeva veten si një urë e thyer. Sot e ndjej veten të rindërtuar, të plotësuar dhe të bekuar. Sa i përket aktit të pagëzimit, dua të theksoj se çdo shqiptar që është pagëzuar deri më sot dhe ata që do të pagëzohen në të ardhmen nuk bën një konvertim fetar, por shprehin respektin dhe përkushtimin ndaj vlerave të identitetit tyre arbror dhe kombëtar. Pagëzimi për ne është një lidhje më e thellë me rrënjët tona shpirtërore dhe një nderim për trashëgimtarët tonë të lashtë. Faleminderit nga zemra për respektin dhe hapësirën që më dhat për të ndarë këtë dëshmi të mbar që mbat me vete dhembje, shpresë, shpirt dhe mrekulli. Kam pyetur shpesh veten, a e takova unë Zotin apo ai më gjeti mua? Ai erdhi kur rrugët e mia ishin të errta dhe më tha ec, më mori për dorën e tij. Përmes Gjesh Prenkoçaj dhe Arbër Gashit, sot jam mes jush e përgatitur për të rilindur në besim. Më pyetën çfarë do thotë të jesh e përzgjedhur nga Perëndia. Është një bekim i papërshkrueshëm. Është një thirrje hynore për të qenë dritë në errësirë, forcë, dobësi dhe dashuri për një botë që shpesh harron të dojë. Të jesh e përgjedhur nuk do të thotë të jesh e përsosur, por të kesh zemër të gatshme për të dashur pa kushte, për të falur dhe për të shërbyer me prullësi. Edhe kur pasqyra e shpirtit është e thyer cop-cop, edhe kur nuk dim cilën fije shpresë ta kapim, Zoti mund të bën të pamundurën të mundur. E përgjedhur nga Perëndia është një zë që frymëzon, një zemër që mbështet dhe një dritë që shëndrit në çdo hap të jetës. Ndoshta disa nga ju nuk mund të kuptojnë ose besojnë këtë përjetimin tim. Unë nuk jam këtu për t'ju bindur askënd, po për të dëshmuar përjetimin dhe ringjalljen time. Në një përjetim tjetër të thellë ndodhur gjatë pushimeve me familjen time në Dubai në mesnatën e 2 janarit 2025, mu shfaq zonja e bekuar. Me një zë të butë u prezantua. Përqafimi i saj më dha një ngrohtësi hynor, përktheli ballin tim e më pas ballin e bashortit tim. Nuk ndaloj këtu. Ajo vazhdoi rrugën e saj të bekimit, të njëjtin veprim bëri edhe drejt Vjollca dhe pas Qetës, ku shtëpia e tyre mori një ndriçim hynor. Atë natë kuptova se kumbarët e mi nuk i zgjodha unë,
por i zgjodhi vetë Perëndia. Tani ndjehem si një kala e fortë, Jezu Krishti është shkëmbi im mbrojtës. Ai nuk do të lejoj që stuhi të më thyen më. Jam e gatshme të vazhdoj misionin që më besoi babi im në Amshim dhe Shënën Tereza. Zoti është rruga e vërteta dhe jeta. Unë jam e rikonfirmuar në këtë rrugë dhe nga sot në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, e rilindur në besim dhe dashuri për jetë. Me gjithë dashuri dhe përkushtim e juja Saranda Tereza. Me qëllim e kam shkurtu e pak predikimin, me adhanë në rastin Sarandës, më në prediku e sot në ditën e parë si katolike, dhe kjo është një dëshmi e bukur që në ka bon Saranda Tereza, dhe me këtë rast, pra, sikur se Sarandës Terezës edhe qefserës e anës, që u pak zuma heret, ju uroj këtë ditë kashtë madhe, uroj që shpirti shenjtë i ruaj, dhe t'jene dëshmitaret mira të Krishtit. E besoj se për një muj ditë kemi me pas edhe 8 pagëzime këtu, të dy vllazëve që bashkarisht me fëmijët e tyre me gra do të pagëzohen, dhe kështu që vazhdon pra kjo jetë që njerëzit vërtet ta kuptojnë realitetin se ku duhet jemi dhe çfarë duhet jemi. E këto dëshiroj të përshëndes edhe gjithë ju që keni ardhur, sidomos për kantoneve të tjera, ardhur bërgashën të pranishëm, i cili e bën edhe leximin e dytë, familjen e Darius, familjen e qefserës janë të pranishme, dhe gjithë juve uroj që Zoti vërtet të ruan, të bekon dhe përshëmot kjo fest e madhe e Dila e Larit, sa djava është festa pashve, por lajme do të jap pas pak. Këto të është Saranda dhe qefsera ona është një përshëndetje që i bën i peshëve i Bazelit Felix Gmyr, që i dëshiron mirëseardhje në fenë katolike, dhe do të lexoni vetë se çfarë shkruan ai, që është i gëzueshëm për këtë hap që e keni marrë, dhe ju uron dhe dëshiron bekimin e Zotit. Po ashtu Bibla dhe një rozare që e përmendin disa herë e bekume, që Nëna Tereze pikrisht ka qenë e frymzuar me letnicën dhe me truporin e Zojës e bekuar, e ajo të përcjell pra një jetë, trujt e ndihmoft.